إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Të gjitha falenderimet takojnë Allah subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton askush të adhurohet pos Allahut azza wa jall. Ai është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Salavat dhe selame të shumë të dërgojmë mbi të dërguarin ton, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë shokët e tij. Xhamatit të nderuar, i këshilloj juve dhe veten time me frikë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Frikja e cila na afron tek Allahu subhanahu wa ta'ala, frikja e cila na bën që të përmbushim urdhrat e Allahut subhanahu wa ta'ala e të largohemi nga ndalesat e tij, kështu që të arrijmë të jemi të lumtur dhe të kënaqur të gëzuar këtë botë dhe në botën tjetër. Ne si njerëz kemi nevojë për njëri tjetrin, sidomos për rrethin familjar. Kështu që kemi obligime ndaj njëri tjetrit, kemi të drejta. Atëherë, sot do të flasim për të drejtën e motrës, pra obligimin që vllau ka për motrën. Padyshim që shpesh merret shembull dashuria që tregon motra për vllaun, e cila burret vazhdimisht me vllaun e saj, e cila i gëzohet suksesit i tij. Kur ai ka sukses, që do thotë se edhe ai gëzohet. Ose dështimi i tij është dështim edhe për motrën. Kështu e sheh. Allah subhanahu wa ta'ala na ka obligu që të kemi kujdes për motrat. Normal, kur jemi të vëllau dhe motra, nganjëherë motra është më e madhe, fillimisht përgjegjësitë janë të motrës më të mëdha, se kujdesi më i madh, sakrifica që bën motra për vëllain më të vogël shumë më e madhe. Ose kur vëllau është më i madh për motrën që është më e vogël, por edhe kur janë të një kohë ose në një periudhë ku nuk kanë shumë obligime ndaj njëri tjetrit. Sido që tjetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Men aala ibnatayn aw thalathan aw ukhtayn aw thalathan hatta yabinna aw yamuta anhunna." Thot një person i cili kujdeset për dy vajzat e tij, ose për tri, ose për dy motra, ose tri, derisa ato të ndohen prej tij. Mund të ndohen, të martohen, ose mund të ndohen, kanë vdekjen më herët. Au yamuta anhunna, ose ky vdes. Ende pa u rrit ato, ende. Sot nëse kujdeset për to deri në këtë situatë, sot kuntu ana wa huwa fil jannati ka hatayn. Unë dhe ai në xhenet do të jem sikur këta dy gishta. Unë dhe ai do të jem në xhenet sikur këta dy gishta. Pra bashkë do ta shoqëron pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kështu që njeriu duhet ta dinë dhe të kujdeset për motrën e tij, në veçanti këtu kur janë më të vegjël, më të vogla, dhe që ka nevojë edhe për kujdesin edukativ, edhe për kujdesin material e kështu me radhë. Motra është gjendje me sakrifiku gjithçka me bë për vllain e vet. Na këto skem çka e dim gjithë. Dhe gjithë keni edhe raste që njihni secili të ndryshme për këtë. Mirë, po do ta përmendi këtu tregimin që na rrëfen Allahu azza wa jalla në Kur'an për motrën e Musait alayhis salam. Pasi që nëna e Musait alayhis salam e la Musain në atë orkën në ujë, hedhi në ujë.
A i vdekun se i vdekun, e dini historinë, mos ndalim më shumë histori, ku faraoni u zotu që mi vrot gjithë djemë që lindin tek Ben Israil. Nona e vet i vdekun se i vdekun, bilet të lanë ujna shtapshton. Mirë po këshillon motrën e Musait alayhiselam që t'interesohet për vllahun. Dil, shiko, gjeje. Del me kujdes të madh për shkak Allah subhanahu wa taala. Duke mos tregu shenjat që po kërkon diçka, e kështu me rreziku edhe jetën e saj, edhe jetën e tij. Derisa e gjon. Edhe shfrytëzon rastin kur Allah subhanahu wa taala planifikon diçka që mësojnë me kthyt e nona e vet, sikur që i kishte premtuar për mbush premtimin. Dhe se e dini historinë se si Allahu e privon ose nuk pranon Musa alayhiselam as një gjithonse. Dhe kjo shfrytëzon rastin, thotë unë një familje që mundet me marrë përsipër, e qënë të nona e vetë dhe këtën. Këtë rast e përmenë Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an, motrën e Musait alayhiselam. Mirë po, kemi edhe onën tjetër. Kur vllaznit bojnë shumë për motrat e vetë të sakrifikojnë. Në historinë e sahabeve, përmenet rasti i Gjabir ibn Abdillahit radhiyallahu anhu. Gjabir radiallahu anhu, përderisa ishte në një luftë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, duke u kthyer rrugës, peheton pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që me devën e tij po gutet, po nxiton. Thotë, ja Gjabir, thotë, çka ki që nxiton? Thotë ja Rasulullah, thotë, ju marturishte. Domethënë mos si u martu për një kohë shkurt ka dalë në luftë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi e pyet, thot, a ke morë nuse beqare apo të vej? Dhe më thonë, beqare 3, a ke morë nuse të vej ma të vjetër? Për me sa kuj të regon, thot, ka morë një gru të vej, një nuse të vej. Edhe për amberi flek të disa fjallë më snalim i shumë, pëse se ke morë 3 e ku ta dion. Thot, ja Rasulullah, e din që baba jam Abdullahu, është vra shahid. Abdullah i baba i Gjabirit është vra shahid në luftën e Uhudit, ka ra shahid. Kur ka vdek baba, i kalon motrat e vogla, më kanë met përgjithësia imja. Sot nuk kam dasht me marrë një nuse të re, në moshën e tyne, e që as nuk mund me eduku, as më kujdes për to. Kam dasht të marrë një gru ma të vjetër në mosh, vetëm hatri i motrave. Që ajo të edukon ato, dhe të kujdese për to. Kësi shembull ka shumë. Ka shumë. Mirë po, këtë afërsi që kanë, vllau dhe motra, këtë sakrificë që bojnë njëri për tjetrin, kjo tregon për lidhjen e ngushtë tyne dhe pikërisht kjo lidhje që është familje, Allah azza wa jalla i vlerëson lidhjet familjare dhe porosit të ruhen ato. Andaj, duhet ta dim që kemi obligim, edhe ato ndaj vllaznive. Mirë po, në këtë rast po flasim për obligimet e vllaut ndaj motrës. Duhet pra që ti edukoj ato të kujdeset për to, si me edukim, si me anën ekonomike e materiale përderisa ato janë më të vogla dhe përderisa nuk ka kush kujdeset për to, çfarë do moshe që kanë. Duhet të mbaj lidhje me to, nëpërmjet vizitave, edhe nëse janë të martuar, edhe nëse janë larg, nëpërmjet vizitave, nëpër lidhjeve telefonike, ti marr ato, të rri me to, të bisedoj me to, çoj hallet dhe dertet e tyne, gajlet e tyne të jenë edhe gajlet e tij, gajlet e tyne dhe të familjes ose të fëmijëve të saj të jenë edhe gajlet e tij. Ti gëzon me fjalë të mira, me këshilla të mira, ti dhuron ndonjë hedije, dhuratë, e cila shton edhe më shumë dashurinë dhe imanin dhe lidhjet më shumë. Ti këshillon motrat, e këshillat këtu, ose dhe ti del krah asaj, mirë po mi këshillun njerëz dhe me i dal krah, jo vetëm të motrat, po pejgamberi sa më ka treguar rregullin e përgjithshëm. Thon ndihmoje vllaun ton musliman, qoftë zullumçar ose kur i bëhet zullum. Tani Rasulullah kur i bëhet zullum e dim, duhet më mbrojt, më dal krah. Po kur bën zullum, thot nale, ka përdorë edhe nale. Motra, gjithashtu vajza, gjithashtu jo fëmijët, ka njerë mbrohet dhe i dalet krah duke mbrojt drejtën e tij dhe i bëhet zullum. Po ka njerë nëse ja dën të mirën, duhet me ditë me ja dash të mirën, duhet me thonë nale se ki mirë. Nale se qështu duhet me ja bo. Mos u ngot për këte.
Nuk është gjithherë mi dol krah me mbrojt drejt e pa drejt, Me po mi dol krah gjithsesi aty ku drejt, ku ka drejt, aty ku i bëhet pa drejtësi, dhe nëse është dikun që ka gabu të këshillohet dhe të edukohet, mos privohet kurrë prej trashëgimisë së saj. Kjo është obligim dhe hak i saj që na kemi për te. Dhe doja dhe lutja për to. E lutem Allah subhanahu wa taala na bën prej atyre që i përmbushin obligimet që kemi ndaj të tjerëve, na bën prej atyre që që i mbojnë lidhjet farefisnore dhe të ketë dashuri, afërsi në familjet tona, të ketë afërsi vëllau me motra, vëllezërit me motra, të kenë dashuri dhe padyshim kjo është një gjë që don Allah subhanahu wa taala e vlerëson dhe shpërblen për to. Elusi Allah subhanahu wa taala mos na privon nga mirësitë e tij në këtë botë, në botën tjetër. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. E falenderojmë Allah subhanahu wa taala, salavat dhe selame dërgojmë mbi të dërguarin tonë. Padyshim që mbajtja e lidhjeve me motra ose vëllezërit me motra dhe kundërta është pjesë e lidhjeve farefisnore ose mbajtjes e lidhjeve farefisnore, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Kush është ai ose kush beson në Allahun dhe ditën e gjykimit, thotë le të mbon lidhjet farefisnore. Se vllazni, duhet ta dimë na para çdo gjoje, para se munis nga obligimet, para se munis nga sakrifica, ajo çka bëjmë njëri për tjetrin, që është një lloj kthimi i asaj çka bëjmë për njëri tjetrin, duhet ta dimë se mbajtja këtyre lidhjeve farefisnore. Këtë rast përmbushja e obligimeve që kemi ndaj motrave tona është obligimi i Allahut azza wa jall. Pra nëse beson në Allahun dhe ditën e fundit, sillu mirë me to, kujdesu për to, mbaj lidhjet me to. Sepse e ki obligim prej Allahut dhe një ditën e gjykimit do të llogaritesh për to, do të shpërblesh për to. Nuk ka gjithçka kjo botë, nuk ka gjithçka vetëm interesi. Në të kalumen kemi një traditë mirë të kujdesit, të vizitat, të disa gjona, mirë po një tradit jo e mirë, qarë që e trashëgimisë. Sot, ishe njerëzit që i njef vetëm as dunjas dhe interesit dhe i harrojnë lidhet me njerëzit. Aje që a i lidh është interesi përkohshëm, interesi dunjas. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar realitetin e kësaj bote. Sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Inna Allaha ja'ala ad-dunya kullaha." Sot Allah azza wa jalla ka bërë gjithë dunjon, krejt komplet me marr dunjon qalil. Jeta këtë botë është pak, është e shkurt. Dhe gjithë ajo që ka, gjitha përfitimet që ka, të mira që ka, dunjallok është i shkurt. Sot e ajo që ka mbet prej dunjas, fillimisht krejt dunjoja, prej fillimit të saj deri në fund është pak. Mirë po thotë ajo që ka mbet, është pak nga pak. Është shumë pak nga ajo që në esencë është pak. Tash kam fundin, jemi në fundin e kësaj bote. Sot dhe se shembulli i kësaj bote është shembulli i një rezervari, një pellgu me një pusi. Sot që shumica ujtë e mirë o pi, dhe meta ta ujtë e trubull në fund. Kjo është dunjoja. El-Menawi rahimahullah, një për djetarëve kër e komenton këtë hadith, sot pejgamberi e merr shembull dunjon sikur një pus që është vendos për ujë me pi ujë, thot njerëz të kofshë krejt, thot shumica është pi, thot ujtë e mirë është pi. Sot kameta ta ujë, që të kanë shkel gjoja, na e dini tonë të kalumen kur pi në vend që kanë pi gjoja ujë, kanë shkel, kanë urinu, kanë derdh ujin tëna, dhe çaj kamet, çaj ujë ku kanë urinu kofshë dhe kanë shkel në të. Thot e besimtari muslimani i mirë, thot besimtari i mëshëm, njeriu i mëshur, thot nuk mashtrohet, nuk dihet rand këtë dunjë. Në çat dunjë, që realiteti i kësaj bote, realiteti i dunjallokut i kësaj bote, ose sikurse çaj pusi me ujë të ndotën që ka merr në fund, me ata ujë të trubullt, i cili është i përzim me urinimin e koshëve, e me shkeljen e tyne, njeri me që nuk rahatohet në atë vend. Nuk mashtrohet, dunjoja nuk e mashtron njeriu. Se din edhe nëse përfiton në një kohë të shkurt për kësaj dunjoje ku jeton, shpejt i vjen fundi, vdekja. Ki me dalë për Allah subhanahu wa taala.
Kështu që t'jemi të kujdesshëm, çdo gjë kur e bën besimtari, e bën për Allahun subhanahu wa taala dhe të njëjtën kohë ka shpresë shpërblimin e tij dhe friksohet nga dëshkimi i tij. E në fund dërgojmë salavat dhe selam mbi të dërguarin ton. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammedin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.